Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vitamina dhe mineralet më të rëndësishme për meshkujt, për trupin, trurin dhe zemrën e fortë. Një përqindje e lartë e djemve dhe burrave në ditët e sotme vuajnë nga mungesa e të paktën një vitamine ose ushqyesi të rëndësishëm. Kjo mungesë ja atribuohet kryesisht ushqyerjes së keqe dhe pa bazë të dietës së frutave dhe të perimeve. Studimet tregojnë se të paktën 77% e meshkujve nuk marrin mjaftueshëm magnez, vitaminën D ose vitaminën B12. Në këtë video do të mësoni për vitaminat, mineralet dhe ushqimet më të rëndësishme që u duhen djemve dhe burrave sipas health.com. Vitamina D3. Meshkujt kanë nevojë për të paktën vitaminën D3 në prodhimin e testosteronit, kockave, shëndetit të trurit, luadit e humorit, kolesterolin dhe tensionin e gjakut. Meshkujt që nuk marrin mjaftueshëm vitaminën D3 janë në 80% të prirur të vuajnë nga ataku në zemër. Kjo vitaminë merret nga ekspozimi në diell, por edhe nga vezët dhe disa produkte të bulmetit dhe kërpullat. Vitamina B12. Mungesa e kësaj vitamine mund të shkaktojë plagështi dhe probleme nervore. Vitamina B12 merret nga proteina shtatzore, në veçanti nga mishi i qingjit, viçit dhe salmoni. Vitamina A, C dhe E. Këto vitamina më të fuqishme me antioksidues nuk prodhohen dot nga trupi, por merren nëpërmjet ushqimeve si spinaçi dhe barishtet të tjera të egra. Me kalimin e moshës, këto vitamina parandalojnë mutacionet qelizore, mbrojnë shikimin, imunitetin dhe forcojnë shëndetin. Vitamina K. Sipas të dhënave, vitamina K është e rëndësishme për kockat, gjakun dhe parandalimin e sëmundjeve të zemrës. Mungesa e kësaj vitamine vërehet më shumë tek meshkujt që nuk konsumojnë rregullisht perime dhe produkte bulmeti. Vitamina K gjendet te perimet jeshile dhe ato të bulmetit. Magnezi. Ky mineral është thelbësor në parandalimin e tensionit të lartë të gjakut, kontraktimeve muskulare, dhimbjeve të kokës dhe sëmundjeve të zemrës. Mungesa e magnezit ndikon direkt te gjumi dhe shkakton ankth dhe konstipacion. Gjendet te tërshëra, spinaqi, farat e kungullit, farat e linit dhe avokado. Acidet yndyrore omega 3. Acidet yndyrore omega 3 janë të rëndësishme sepse luftojnë inflamacionin në trup. Ato gjenden te salmoni, sardelet, peshkuton, vezët, arrorët dhe farat. Trupi i njeriut ka nevojë të ekuilibrohet duke marrë acidet yndyrore omega 6 dhe omega 3 për të mbrojtur zemrën, trurin dhe imunitetin. Kaliumi. Niveli i ulët i kaliumit në organizmin e një mashkulli rrit rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Një mungesë e tillë dobëson kockat, plotëson edhe plogështinë e metabolizmit, dobëson tretjen dhe muskujt. Kaliumi gjendet te fasulet, avokadot, patatet të ëmbla, bananet dhe salmoni. Ndaj nëse doni të keni një jetë më të shëndetshme, duhet i përfshini këto vitamina dhe minerale në konsumin e ushqimeve. Vitamina D. Ekspertët e shëndetit tregojnë se burrat dhe gratë të rritur duhet të marrin 10 mikrogram suplement vitamine D çdo ditë midis muajve tetor dhe mars. Në përgjithësi, vitamina D është e nevojshme për të mbajtur kockat, muskujt dhe dhëmbët tuaj të shëndetshëm, pa marrë parasysh se çfarë gjinie jeni. Megjithatë, mund të ketë një përfitim shtesë për burrat dhe disa studime sugjerojnë vitaminën D se mund të rrisë nivelin e testosteronit. Testosteroni rregullon epshin, masën kockore, shpërndarjen e yndyrës, masën dhe forcën e muskujve, si dhe prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe përmirësimin e riprodhimit. Magnezi. Magnezi është një mineral që ndihmon për të kthyer ushqimin tonë në energji, për të siguruar edhe që gjëndrat tona të punojnë normalisht. Këto gjëndra prodhojnë hormone që janë të rëndësishme për shëndetin e kockave. Magnezi gjithashtu rregullon funksionet e muskujve dhe të nervave, nivelet e sheqerit në gjak, presionin e gjakut që ju ndihmon të bini nga proteina. Magnezi gjithashtu me sa duket mbështet prodhimin e testosteronit me një studim kërkimor që tregoi se rritja e marrjes mund të rrisë nivelin e testosteronit brenda një muaji. Siç e përmendëm, minerali e bën këtë duke siguruar që ushqimi që ham të shndrohet në energji. Omega 3. Omega 3 janë acide yndyrore të pangopura që na duhen më shumë në gjëra të ndryshme, por veçanërisht në shëndetin e zemrës. Sipas ekspertëve të Take Care of, shumica e meshkujve konsumojnë më shumë acide yndyrore inflamatore omega 6 se sa konsiderohen të shëndetshme. Këto përfshijnë gjëra të tilla si vajrat bimor të rafinuar, majonezë dhe arra specifike. Në fakt, meshkujt shpesh konsumojnë deri në 15 herë më shumë omega 6 se omega 3,
dhe kjo është e rrezikshme për shëndetin tuaj kardiovaskular. Nëse nuk merrni mjaftueshëm omega-3, të cilat janë jashtëzakonisht antiinflamatore dhe gjithashtu të dobishme për shëndetin e trurit, ju rritet rreziku i sulmeve në zemër dhe goditjeve në tru. Kjo mund të gjendet në gjëra të tilla si molla, rrushi i thatë, disa ara, akumulla të thata, qiqra dhe kafe, por është gjithashtu e disponueshme në formula të suplementeve dhe mund të ndihmojë në prodhimin e testosteronit. Nëse nuk hani mjaftueshëm fruta dhe perime, me siguri keni nivele të ulta të borit. Bori është një suplement popullor për meshkujt dhe disfunksionin erektil ose në testosteron të ulët, por gjithashtu duhet të flisni me një mjek përpara se të shtoni në dietën tuaj, sepse mund të ketë efekte të rënda anësore. Healthline sugjeron gjithashtu që suplementet mund të përmirësojnë efektivitetin e vitaminës D, funksionojnë në një dhoj në koordinimin e syve dhe të duarve dhe të kujtesës, dhe sigurisht përmirësojnë në funksionet riprodhuese. Një studim zbuloi gjithashtu se dieta e pasur me borë mbështet edhe shëndetin e prostatës, por gjithmonë nëse i përdorni në formën e suplementeve, duhet t'i merrni gjithmonë në mbikëqyrjen e një mjeku. Ushqimi është një proces i nevojshëm dhe i kënaqshëm për çdo njeri. Me anë të ushqimit përveç shijes së mirë që përflitet, dhurohen edhe shumë vitamina dhe minerale, të cilat trupit i duhen. Megjithse të gjithë njerëzit duhet të ushqehen shëndetshëm edhe me kujdes, ndër vitaminat më të mira për burrat, ekspertët specifikojnë disa ushqime të veçanta. Sipas ekspertëve, 9 në 10 burra në botë nuk marrin dozën e duhur të perimeve në dietën e tyre. Ndaj në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim disa nga ushqimet të cilat ndihmojnë në shëndetin e mirë të një burri në çdo moshë të mundshme të tij. Spinaçi. Një dietë e shëndetshme përfshin të paktën 5 perime të freskëta në ditë. Në shumicën e ditëve rekomandohet konsumi perimeve jeshile si spinaçi, lakra ose sallata të ndryshme. Spinaçi përmban oksid natriumi, i cili ndihmon në qarkullimin më të mirë të gjakut. Bajamet. Bajamet janë një burim i mirë i magnezit, i cili ndihmon në rritjen e hormonit të testosteronit tek burrat. Gjithashtu bajamet ndihmojnë edhe në mbajtjen e formimit të mirë të muskujve, ndihmojnë në funksionet e mirë të nervave, zemrës dhe të enëve të gjakut. Kosi. Njësoj si gratë edhe burrat janë të rrezikuara nga sëmundjet e kockave dhe osteoporoza, ndaj edhe konsumi i kosit ose i qumshtit për të ndihmuar shëndetin e kockave është shumë i rëndësishëm. Mjafton jo më shumë se 80 gram në ditë për një grua të shëndetshme dhe 90 gram në ditë për një burr të shëndetshëm dhe pa probleme. Domatet. Domatet janë të pasur me likopen dhe me antioksidant të mirë për shëndetin e organizmit. Këta antioksidantë sipas mjekëve kanë treguar se mbrojnë meshkujt nga sëmundjet e prostatës. Patatet. Karbohidratet që përmbajnë patatet janë shumë të vlefshme për shëndetin e mirë të burrave teksa mosha kalon. Ideja e të hequrit tërësisht nga dieta e përditshme e tyre në mënyrë që të dobësoheni është e gabuar. Konsumoni shumë patate të zjera ose të furrës në mënyrë që të përfitoni karbohidratet e shëndetshme. Të pasur me kalium më shumë se bananet me vitaminën C, patatet janë një burim i shkëlqyer i energjisë. Shalqini. Njëjtë si domatet edhe shalqini përmban likopene që parandalojnë sëmundjet ose problemet të prostatës. Konsiderohet si një super ushqim nga mjekët, pasi mund të nxjerrë edhe toksinat nga organizmi, dhe konsumi i ushqimeve të duhura në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer e trupit për të rritur performancën e tij dhe për të parandaluar një sër keq funksionesh. Arrat. Arrat janë një burim i shkëlqyer i acideve yndyrore omega-3, antioksidantët dhe të tjerë që janë shumë të rëndësishëm për shëndetin e trurit. Këto përbërës ndihmojnë për të shmangur edhe depresionin dhe për të ruajtur sistemin njohës. Për meshkujt është e rëndësishme të konsumohen rreth 2.7 gram omega-3 në ditë. Në dietën tuaj mund të shtoni salmonin. Vitamina D që përmban salmoni dhe acidet yndyrore janë shumë të rëndësishme për të reduktuar rrezikun e dëmtimit të enëve të shkaktuar nga inflamacioni. Meshkujt duhet të konsumojnë ushqime të pasur me vitaminën D në mënyrë që të reduktojnë inflamacionet dhe të përmirësojnë shëndetin e tyre. Ndaj pasuroni dietën tuaj me produkte sa më të mira për të ndihmuar në një fuqi më të mirë të organizmit edhe me kalimin e viteve. Vëmendje. Jo bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprakje ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.